Gjë që bëjmë dhe kam shumë dëshirë që ta ritheksoj her pas here, është që ne marrim Biblën dhe shohim pasazhe varg për varg, jo thjesht që dikush ka diçka, por marrim fjalën e Zotit dhe përpiqemi ta shohim varg për varg për të mësuar se çfarë na thot fjala e çmuar e Perëndis. Dhe jemi në këtë udhëtimin ton tek libri i Romakëve. Libri i Romakëve është shkruar shumë kohë më përpara, shkruar nga apostulli Paul, edhe është pjesë e Biblës. Bibla ka 66 libra, prandaj fjala Bibël do thot bibliotek, dhe është brenda Biblës një libër që quhet Libri i Romakëve, kur Pali drejton këtë letër kishës që është në Rom. Unë e di që disa prej jush i keni dëgjuar të gjëra, por ka dhe disa që janë për herë të parë dhe është e nevojshme që ti kujtojmë. Një gjë që është shumë interesante është që pasazhi që ne do të shohim sot ka të bëj me dy këndvështrime. Ka të bëj me këndvështrimin e njerëzve që nuk besojnë në Krishtin dhe ka të bëj me këndvështrimin e njerëzve që besojnë në Krishtin. Në fakt, pasazhi sotëm ju adresohet specifikisht njerëzve që besojnë në Krishtin dhe shpresoj që ata që ende nuk besojnë në Krishtin, që t'ja japin jetën e tyre Krishtit për të besuar tek ai si Zot dhe Shpëtimtar, të mund të kuptojnë bukurinë e të qenit në këtë pjesë dhe në këtë pasazh. Në fakt, është një nga shprehjet më të famshme që Zoti Jezus përdorte kur ishte në tokë, dhe thoshte, kush ka vesh, le të dëgjoj. Edhe thoshte shpesh këtë fjali të tillë. Në fakt, i njëjti pasazh na përmendet edhe në librin e fundit të Biblës, që quhet libri i Zbulesës, kur Perëndia na tregon se si do të kalojnë gjërat në fund, se si do të mbyllet bota. Bibla është i vetmi libër që na tregon fundin në detaje të këtij universi dhe të filmit të jetës. Do të mbarojë një ditë. Libri i fundit i Biblës na tregon detaje për këtë pjesë. Në fakt, kjo shpreha kush ka vesh le të dëgjojë është edhe te ky libri i fundit që ju adresohet specifikisht besimtarve dhe shpeshherë Zoti Jezus ja u adresonte edhe jo besimtarve. Është një shprehje shumë e fortë. Kush ka vesh le të dëgjojë. Dhe ne themi, por ne të gjithë kemi vesh. Jo, thot ai, vërtet ke vesh, por nuk dëgjon. Imagjinoni pak kur ke qenë ndonjëherë në shkollë ose kur je këtu tani, që je si prezent, je si trup, dëgjon ca fjalë të bukura, por nuk tingëllojnë dhe nuk hynë në brendësinë e shpirtit tënd. Tani merre këtë moment dhe shko te doktori kur të kanë dalë analizat keq, a do të kesh të njëjtin qëndrim të dëgjosh doktorin njësoj siç po dëgjon këtë gjë? Patjetër që jo, kur flet doktori aty dhe të kanë dalë analizat keq, sa ne themi edhe një shprehje, ti je sy dhe vesh për të dëgjuar çdo gjë. Dhe kur ne jemi sy e vesh për të dëgjuar një fjalë njerëzore që do të jap shpresë edhe për 50 vite të tjera, le të themi, po për fjalën e Perëndis, a nuk kemi dëshirë për ta njohur pak më thellë? Në fakt, arsyeja është sepse ekziston një arrogancë tek njeriu, një arrogancë që ja ka veshur syt, e di unë këtë. Edhe tek besimtarët, mbetet kjo arrogancë kur bëhesh besimtar në nivel që është aty mjaftueshëm që të ndalë dhe të mos të bëj që të dëgjosh ushqimin që dikush e thot dhe mua më pëlqen shumë. Bibla, fjala e Zotit është mjalti i qiellit, ushqimi i qiellit i dhënë për tokësorët. Më lër të tregoj pak se çfarë ka ndodhur te libri i Romakëve që jemi duke parë. Jemi te kapitulli 8. Nga kapitulli i parë deri te kapitulli 8 shumë shpejt janë 4 pika që kisha qef dhe ne jemi tek pika e 5. Pika e parë na thotë që nuk ka asnjë të drejtë. Të kaput fare që në fillim. Na tregon që nuk ka asnjë të drejtë. Ne themi në bashkëbisedimet tona me njëri tjetrin, po unë jam i drejtë, jam njëri i mirë. Bibla ta rrezon këtë argument duke thënë që nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një, madje cilëson as edhe një. Dhe ti shokohesh. Dhe hap fjalën e Perëndis dhe shef aty dhe hulumton që vërtet zemra ime nuk qen nga kaq e drejtë. Ndërgjegja, folëm dhe herën e parë, është ajo që Zoti ka lejuar që të jetë si ligji i Zotit në brendësinë tënde, dhe ndërgjegja jote të gjykon, të aprovon dhe të dënon atje ku asnjëri tjetër nuk hyn dot. Dakor, dhe ndërgjegja jote nuk të nxjerr të drejtë, po që se je i sinqert me të. Prandaj është shumë e fortë kjo pjesë. Perëndia na flet me një lajm duke na thënë ne tokësorëve, nuk ka asnjë të drejtë.
Dhe po ashtu vazhdon për të treguar që zemërimi i drejtë i Perëndis është për mbi bijtë e mosbindjes. Ne e quajmë bijtë e mosbindjes, ka shi Zoti, nuk na intereson shumë Perëndia, e shohim Zotin si dyqan për të marrë ca gjëra, por nuk na intereson personi se kush është. Dhe Bibla thotë që Perëndia është i drejtë dhe zemërimi i drejtë i Perëndis do të jetë mbi bijtë e mosbindjes, mbi ata që nuk ka asnjë të drejtë. Por Perëndia që na jep drejtësinë, na jep edhe dashurinë e tij, duke bërë të mundur që vetë Krishti, Perëndia zbriti në tokë dhe u bë njeri. Krishti është kurbani i qiellit për njeriu. Kurbani që vetë Zoti bëri për të falur mëkatin e njeriu. Dhe Bibla thotë, për ata që pendohen dhe besojnë, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin. Shumë interesante te kapitulli 8 fillon me këtë pjesë. Nuk ka asnjë dënim dhe ky është lajmi më i mrekullueshëm nëse ta kuptosh pamjen e madhe për ata që besojnë në Krishtin. A je ti një prej këtyre? Krishti është rrufe pritësja e zemërimit të Perëndis. Nëse nuk je në Krishtin, ka shumë gjasa që zemërimi i Perëndis do të përballesh me të një ditë. Por Bibla i quan këta persona, ata që besuan në Krishtin, i quan të zgjedhurit e Zotit. Dhe po ky pasazh dhe po ky kapitull, kapitulli 8, na tregon që këta që janë të zgjedhurit e Zotit, na tregon pamjen se si Zoti zgjodhi këta. Na shkon përtej njerëzores dhe fjala e Perëndis na tregon tani çfarë bëri Zoti. Zoti thotë përpara krijimit i paranjohu. Çfarë do të thotë paranjohu? Perëndia vendos dashurinë e tij. I paracaktoi, që Zoti e cakton, këtë do ta zgjedh. Dhe atë Zoti thotë e thiri, eja, dhe këta ju përgjigjen. Në një tuf me 100 veta, Zoti thotë eja tek unë, beso tek unë, merre dhuratën e jetës, njerëzit nuk reagojnë, ndoshta 1 apo 2 reagojnë. Këta janë ata që Bibla e quan të zgjedhurit. Dhe mos harroni, Bibla na tregon që shumica njerëzve në botë, pavarësisht se besojnë se ka një Zot, edhe djalli, thot Bibla, beson dhe dritet madje. Kurse njeriu thjesht thot beson edhe kaq. Dakor? Shumica njerëzve në botë nuk kanë për të qenë me Perëndin. Jo sepse nuk ishin njerëz të mirë apo të keq në këndvështrimin ton. Bibla thotë që nuk ka asnjë të drejtë. Po ti, mos u fshi për brenda zemrës tënde tek turma. Pyet njerëz zemrën tënde, kujt i përkas? Interesante është që ka një karakteristikë të këta që Zoti thërret. Pendohen, besojnë realisht e Perëndia dhe ecin në shenjtëri. Këto të treja komponent nuk mund të ndahen nga njëra tjetra. Ka shumë njerëz që thonë po unë besoj në Krishtin, por nuk ecin si besimtar për të nderuar emrin e Krishtit. Bibla thotë që ka shumë gjasa që këta persona nuk janë të tillë. Interesante është që këta që i thiri dhe i drejtësoi, thot Bibla. Jo thjesht i fali, i drejtësoi. Shkëmbimi i madh që na tregon Bibla është e mahnitshme, është që mëkati jon shkon te Krishti dhe drejtësia e Krishtit vjen tek ti. Që kur Perëndia të shef ty, shef birin e tij, që ka veshur me robën e birit. Dhe në fund fare Bibla thotë që këta i përlëvdoi, kanë për të qenë përjet me Perëndin, me atë që është në fron. Më lejoni të them një shprehje. Do thonë njerëzit po mund të kontribuoj. E vetmja gjë që njeriu mund të kontribuojë në gjithë këtë, ka thënë dikush, është mëkati. E vetmja gjë që ti mund të kontribuosh dhe unë mund të kontribuojmë është mëkati. Ne sa herë futim dorën në diçka do ta bëjmë lëmsh si njerëz. Edhe ata me kollare, edhe ata pa kollare. Kudo që të vendosin dorën, kudo që të vendoset dora e njeriu, ka për ta bërë lëmsh. Dhe vetmja gjë që njeriu ka kontribuar ndonjëherë, nëse ka kontribuar në një gjë për shpëtimin, është mëkati i tij. Njeriu është përfituesi, jo kontribuesi. Është vetëm përfitues i asaj që bëri Zoti, nuk kontribon dot. Vargje 31 deri 39 na tregojnë se si Zoti e nisi këtë punë të zgjedhurit, ai edhe do ta përfundojë. Por para se të shohim atë pasazh, do shohim Gjoni 16:33. Jezusi bën një premtim aty që njerëzit nuk e pëlqejnë zakonisht.
Mua më pëlqen zakonisht që të nënvizohet e Bibla gjërat që më pëlqejnë, edhe po të vësh re tek besimtarët, shumë pak prej tyre nënvizojnë këtë si një premtim nga Zoti, por është premtim nga Zoti. Shiko si thot Jezusi kur na bën një premtim tek Gjoni 16:33. Ju thot besimtarëve tani: "Këto gjëra ju a kam thënë që të keni paqe në mua." Zoti Jezus po ju flet dishepujve dhe besimtarëve, këto gjëra thot fjalën time, po ja u kam thënë që të kesh paqe në mua. Tani vini re, njerëzit thonë zakonisht kam paqe në shpirt, apo nuk kam paqe dhe vendi është në shpirt. Jezusi nuk thot që këto gjëra ju kam thënë që të keni paqe në shpirtin tuaj, paqe në veten tuaj, por që paqja jote të jetë në Krishtin, zhvendoset nga vetja te Krishti, sepse paqja e vendosur tek ne është e luhatshme. Unë për shkak të situatës trembem dhe fluturon paqja. Paqja është ajo flutura e vogël që në momentin që vjen një vështirësi, largohen nga ajo lule. Edhe paqja, thot Zoti Jezus, mos e vendos tek vetja, por e vendose tek Krishti dhe aty ka për ta ruajtur shumë mirë. Dhe vazhdon si thot: "Në botë, thot, në botë do të keni mundim." Wow, po unë besova, Zot, që të dal nga mundimi. Ky bën një premtim këtu, të kesh paqe në mua, por në botë do të keni mundim. Dhe vazhdon dhe thot: "Por merrni zemër, unë e kam mundur botën." Në botë, thot Jezusi, bën këtë premtim që do të kesh mundim. Kush ka qef mundimet? Askush prej nesh, ne i evitojmë, përpiqemi të largohemi, duam të kemi paqen. Tani Jezusi na shkatron gjithë të mrekullinë në thonjza që ne ngrem në veten tonë, dhe ai thotë jo, paqen mos e mbaj në vete, po vendoset tek unë. Dhe ky është besimtari, që nuk e mban paqen tek vetja, por e vendos tek Krishti, lufton me veten për të vendosur paqen në zemrën e tij në Krishtin. Dhe në botë do të keni mundime, po që se do të kesh paqen në zemrën tënde, në mundim, paqja nuk mund të rritet aty, do të fluturojë paqja jote. Por nëse e ke në Krishtin, Jezusi na tregon realisht të vërtetën e asaj që do të ndodhë, do të keni mundim. Dhe ky është një premtim që i bëhet dhe besimtarëve. Njerëzit pëlqejnë vetëm premtime të bukura, do të bekoj, të dhënë shëndet dhe gjithë ato gjërat e tjera, por të premtimin e tij kush nuk e pëlqen? Të gjithë. Do të kesh mundim. Bashkë me këtë premtim, Zoti na jep dhe zgjidhjen. Vendose paqen tënde në mua. Dhe arsyeja është sepse unë e kam mundur botën. Por një besimtar që bëhet besimtar, natyrshëm friksohet, o Zot, thot, po a do të qëndroj dot unë duke të besuar ty deri në fund? Tani po flasim me këmbvështrimin e një besimtari, besovi në Krishtin, e dëgjon që okej, në këtë botë do të kem vështirësi dhe mundime, por paqen e kam në Zotin, por ka një frikë tek besimtari. Dhe frika është, o Zot, po a do t'ja dal dot në këto mundime të qëndroj? Se mos këto mundime më godasin kaq shumë sa largohem nga ti. Se mos këto probleme dhe vështirësi që unë do të has janë shumë më të mëdha se sa forca që unë kam. Unë jam i brisht për të qëndruar sfidave të jetës. Edhe shumica e njerëzve nuk i mendojnë këto gjëra, thjesht luftojnë në sfidat e jetës, por të bekuar janë ata që rezistojnë dhe qëndrojnë dhe duke menduar të pjesë. Tani, pasazhi që do shohim sot është pikërisht për këtë person, për besimtarin që do të has mundime dhe vështirësi reale në jetë, që paqen ta ketë tek ai, dhe ky pasazh na tregon që bara e qëndrimit është mbi Zotin. Bara e qëndrimit tënd është mbi Perëndin, jo mbi ty. Prandaj dhe titullohet Fort ai më mban. Edhe kënduam edhe këngën që patëm, Fort ai më mban. Edhe kur zemrën kam të ftohtë, edhe kur do të tremben se nuk do mbahem dot, Fort ai më mban. Dhe ky pasazh është si një himn për besimtarët, është si një antem për besimtarët, për t'i treguar besimtarët që ai që ka nisur një punë të mirë, ai dhe do ta përfundojë. Dhe nëse ende nuk je besimtar në Krishtin,
Shpresoj që kjo do të jetë si një tundim i mirë për të tërhequr në besim në Krishtin. Vini re tek vargu 31 thot: çfarë do të themi për këto gjëra, për ato që përmendi? Nëse Perëndia është me ne, dhe keni të broshura tek fleta e parë të broshurës, keni pasazhin që po lexojmë, dhe thot kështu: nëse Perëndia është për ne, dhe po ta hapni nga brenda broshurën, do të keni edhe, nëse nuk keni broshura, merreni aty në fund keni broshura. Nëse Sioni mund të ndihmoj pak për ata që nuk kanë. Nëse Perëndia është për ne, thot, kush mund të jetë kundër nesh? Ai që vërtet nuk e kurseu birin e vet, por e dërzoi për ne të gjithë, si nuk do të na dhurojë hirësisht bashkë me të edhe të gjitha gjërat? Kush do të ngrejë akuzë kundër të zgjedhurve të Perëndisë? Perëndia është ai që drejtëson. Kush është ai që dënon? Krishti Jezus është ai që vdiq, por për më tepër ai u ringjall dhe i cili është të djathtë të Perëndisë dhe i cili ndërhyn për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Mundimi apo ngushtica, apo përndjekja apo zja e bukës, apo zhveshja apo rreziku apo shpata, ashtu siç është shkruar, për shkakun tënd po çoheni në vdekje tërë ditën, u llogaritëm si dele për therrje. Por në këto të gjitha ne stërfitojmë nëpërmjet atij që na deshi, se jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as gjërat e tanishme, as gjërat që vijnë, as fuqi, as lartësi, as thellësi, as ndonjë gjë tjetër e krijuar, nuk do të mundet të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus. Mbajni mend, çelësi i gjithë këtij pasazhi dhe i jetës së një besimtari është fillimi, kur thot nëse Perëndia është për ne. Fjala nëse, unë shpjegova pak 2 javë përpara, nuk është nëse pikpyetse, por në kuptimin që me qenë se Zoti është me ne, çfarë do të jetë kundër? Është afirmative, nuk është pyetësore në origjinal. Pra me qenë se Zoti ti e merr, ti e di, me qenë se Perëndia është me mua, dhe ai fillon tani ngret gjitha këto pyetjet e tjera. Prandaj për një besimtar është shumë themelore të di këtë gjë. Emanuel do të thotë Perëndia me ne. Perëndia është me mua për shkak të premtimit që ka bërë. Si tha Jezusi, unë do të jem me ty deri në fund të botës. Është premtim dhe Zoti nuk do të gënjente. Absolutisht. Qengji i therrur dhe i ringjallur për të na drejtësuar është në fron dhe në front të patundur dhe të përjetshëm. Lind pyetja, po mirë, gjithë këto pyetje që nxjerr këtu kush dhe gjithë këto pjesë të tjera, pse dalin? Në fakt janë pikpyetje që secili prej nesh herët apo vonë, këto kush janë 4 kushe aty, ti do t'i hasësh herët apo vonë dhe do të vinë sfida të ndryshme në jetë që ti ke për t'i ngritur këto pikpyetje. Mos u tregoj mefsht, do të vinë momente në jetë, herët apo vonë që ke për të ngritur këto pyetje. Të gjitha këto pyetje do të vinë në momente në jetën tënde dhe ti do të hasësh, do të përballesh me anë të shkrimit, të qëndrosh në të vërtetën e shkrimit. Pjesa Zoti është me mua. Perëndia është me mua, ka për të qenë tabani, themeli për të ecur përpara. Që një besimtar të arrijë të ngrejë një pikpyetje të tillë, duhet të ketë sfidë të madhe. Këto pikpyetje nuk vinë në kohë paqeje, por kur vinë atëherë kur kanë ndodhur sfida të mëdha. Ti do ta përjetosh, ti do ta kuptosh, ti do ta shijosh se çfarë e vërtet e madhe ngushëlluese ka për të qenë ky pasazh, vetëm kur ke për të qenë në këto sfida. Dhe meqense ende ndoshta nuk je në këto sfida, ose je, është koha që ta përjetosh dhe ta shijosh fjalën e Zotit që të jetë bazë në jetën tënde. Meqense Perëndia është për mua, vetëm atëherë kur të sfidohet qenia jote thelbësisht, do të ngresh këto pyetje. Por para se të shohim këto pyetje, le të shohim 10 personazhe nga Bibla, shumë shkurt, që ngritën po këto pyetje në momente të ndryshme të jetës së tyre. Por mbajini mend, është e lehtë të thuash Zoti është me mua kur gjërat shkojnë mirë. Apo jo?
Zoti më ka bekuar shumë, ka dhënë këtë e këtë e këtë, po a je gati të thuash Zoti është me mua? Kur sfidat të mëdha të godasin, kur dallgë të mëdha të përballesh në jetë, me sëmundje, me vdekje, me probleme, me çështje të ndryshme, a je gati atëherë të thuash Zoti është me mua me plot gojë? Këta personazhe që do shohim realisht kaluan përmes sfidave, ashtu siç një ditë realisht shpirti yt ka për të ngritur këto pyetje kur sfidat jetë tepër e madhe për ty. Dhe ndoshta do t'jesh vetëm i mbështjell në dhomën tënde me sfidës dhe lodhve për të thënë ku je. Këto janë pyetje që njeriu i ngre kur është në vështirësi, sidomos edhe besimtarët. Le të shohim 10 personazhe. Jobi, personazhi i parë në fakt, vuajti shumë thellë. Jobi ishte besimtar, e donte Zotin. Dhe Jobit i humbën, i vdiqën në mënyrë të menjëhershme përmes një fatkesie natyrore të gjithë fëmijët e tij. Ishin bashk, u shkatrua objekti ku ishin përmes një fatkesie natyrore dhe vdiqën të gjithë fëmijët. Por në të njëjtën ditë i njoftojnë Jobit modern që ja kanë sekuestruar pasurinë, ja morën pasurinë. Në fakt Jobi të vërtet ja vodhën pasurinë, mbeti asgjë. Dhe lajmi i tretë që mori po brenda së njëjtës dite është që humbi shëndetin e tij. Një lebër e tmerrshme goditi jetën e tij. Gruaja e tij që ishte besimtare arriti deri aty sa t'i thoshte Jobit, burrit të saj, i cili ishte i ulur mes hirit të druve dhe kruante lëkurën e vet, mes gjithë saj dhimbje të brendshme dhe të jashtme. I thot, shpret më, mallko Zotin dhe vdis. I kishte ardhur grua së Jobit aty ku nuk mbante më, dhe Zoti përveç barrës së madhe që Jobi pati, lejoi që edhe gruaja e Jobit jo ta ngushëllonte dhe të ishin bashkë në atë, po t'i vendoste edhe një tull. E keni dëgjuar shprehjen gomari vdiq, ngordi nga një fije kashte. Pse? Sepse kaq shumë peshë kishin vendosur, sa që i vendosën dhe një fije kashte dhe ra i shkreti dhe ngordi. Kështu ishte edhe me Jobin, me zgjidhje atyre sfidave të mëdha, edhe fjala pesha e fjalës së gruas, mallko Zotin dhe vdis. Te kapitulli 13 vargu 24 Jobi thot kështu, i thot Zotit: pse fsheh fytyrën tënde dhe më konsideron si armikun tënd? Jobi, besimtar, i thot Zotit: përse fsheh fytyrën tënde? Përse më ke braktisur? Dhe përse më konsideron si armik? Këto kush që shohim këtu janë po tek Jobi që thot aty. Mojsiu, i cili pati një barë të rëndë për të drejtuar një popull gati 2 milion persona, një popull me qafë të fortë për ta nxjerrë jashtë Egjiptit dhe për ta çuar te toka e premtuar, popullin e Izraelit. Ishte një barë e rëndë udhëheqjes, ankesat e njerëzve ja hoqën trurin, le të themi në fjalën tonë popullore. Ka që e rëndë ishte bara, ishte stres i madh. A ke stres në punë? Pyete Mojsiun, hape librin edhe lexoje pak çfarë ndodhi me Mojsiun. Mojsiu thot tek numrat 11, thot kështu, i thot Zotit: pse ke trajtuar keq shërbëtorin tënd? Nëse do të më trajtosh kështu, të lutem më vrit me një herë. Mojsiu, ai Mojsiu i madh që ne dëgjojmë, kaq stres ju bë puna e tij, jeta e tij, sa që Mojsiu i thot Zotit: përse ke trajtuar kaq keq shërbëtorin tënd? Nëse do të më trajtosh kështu vazhdimisht, më mirë më vrit. Ka ndodhur stres në një kaq i madh në punë? Davidi, një personazh tjetër po nga Bibla, pati situatë shumë të vështirë për ndjekjeje, po për ndjekje për ta vrarë, jo për ndjekje për ta hequr nga puna. Rrezik real për jetën, ndjenjë e braktisjes nga Perëndia, dhe thot kështu tek Psalmi 22:1: Perëndia im, përse më ke braktisur? Davidi,
Asafi, një mik i Davidit, vështroi të pabesët, ashtu siç vështron edhe ti sot që nuk ju hyn gjë në këmbë. Vështroi të drejtin që e grin në të gjitha format e drejtimet. Dhe thot kështu te Psalmi 73: Më kot pra e kam pastruar zemrën time, sepse gjithë ditën jam goditur. Unë jam me ty, Zot, dhe vetëm grushte kam ngrënë nga të gjithë njerëzit për krah meje. Brylla. Elia. Frikë reale për veten e tij, stres deri në depresion. Dhe pyeti në ato momente, nuk e kishte ngritur të pyetjen përpara, por tha kështu Zotit: Mjaft tani o Zot, boll. Mjaft tani. Merre jetën time. Deri në këtë lloj faze depresioni. Jeremia, djali i ri ishte në moshë, u refuzua fuqishëm nga njerëzit e afër. Për ndjekje të paparë pati, burgosje pati, dhimbje në shërbes për Zotin, sepse po shërbente për Perëndin, e goditën nga të gjitha anët, edhe ata që quheshin besimtar i dhan grushtet fuqishme. Edhe di si thot Jeremia kur ishte në momentet vështira? E thot në Bibël: Mallkuar qofdita kur linda. Tek Jeremia 20:14. Në këta janë personazhe real që kanë kaluar një jetë. Dhe ti nëse nuk e arritur ndonjëherë sfida kaq të mëdha, ndoshta do të përballesh me këto gjëra. Mbani mend premtimin që tha Zoti Jezus. Habakuku, një person interesant në Bibël, pati padrejtësi dhe dhunë dhe ishte shumë konfuz. O Zot, po unë besoj në ty, si ka mundësi që po më vjen gjërat kaq keq? Habakuku. Po unë duke të besuar në ty jam, u griva nga të gjitha drejtimet, po kafshohem. E di si thot te kapitulli i parë, thot kështu: Deri kur, o Zot, do të thëras për ndihmë dhe ti nuk do të dëgjosh? A të ka ndodhur ti adresohesh Zotit ndonjëherë kështu? Gjon Pakzori ishte në burg për shkak të besimit, vuajtje i paqartë për planin e Krishtit. Nuk po e kuptonte çka kishte ndërmend Zoti për të. Dhe thot për Krishtin: A je ti ai që duhet të presim apo të presim për një tjetër? Dishepujt e Jezusit në një moment patën frikë shumë për jetën e tyre, se po vriteshin, po vdisnin. Edhe i thonë Jezusit te kapitulli i 4 i Markut: A nuk të bëhet vonë që ne po humbasim? Imagjino pak çfarë guximi kanë këta personazhet që besuan në Perëndin për të drejtësuar Perëndis, për të komunikuar me Zotin. A nuk të bëhet vonë, i thon Zotit? Nuk e di a ka thënë ndonjëherë Zoti ti apo jo, por këta ishin besimtarë. I thon Zotit: A nuk të bëhet vonë që ne po humbasim? Gjithmonë një besimtar do të përballet me sfida dhe me pikpyetje, edhe jo besimtarët, por po flasim për besimtarët aktualisht. Por le të shohim realisht sfidat tani dhe pikpyetjet, se sfidat do të kemi të gjithë, por ky pasazh që pam nga Bibla na rreshton ca sfida shumë interesante aty. Edhe mos harroni, sfidat jo gjithmonë do të jenë të lidhura drejt për drejt me besimin. Po çfarë thot tu pasazhi? Vini një re. Na tregon mundim nga çfarë? Nga mënyra se si do të jetosh, nuk do ta kesh të lehtë, do të kesh mundim, do të kesh pikëllim. E kuptoni ç'do të thotë që të jetë pikëlluar shpirti kur ke arritur në pikën më të ulët tënde. Pikëllimi është një fjalë shumë e fortë aty. Ngushtic, që do të thotë është kaq ngushtë jeta sa që s'di nga të kthehesh dhe nuk ke mundësi as të shkosh prapsh padje. Dhe o të ndodh herët apo vonë. Përndjekje në të gjitha llojet e formave. Stresuese apo jo, fizike apo jo, do të jetë aty. Bibla thot zi buke. Do të ketë momente, ne nuk e mendojmë. Shkoni ca vite më përpara dhe ishte realitet kjo gjë. Mos kujtoni që do rregullohet, mund të bëhet përsëri një njëjta gjë. Mungesë e veshjes. Dikur mbani mend brezi pak më i vjetër kur vinin ndihma ndonjëherë kështu rrobash, vinin mi merrnim, ë?
Tani as të bëm përshtypje kjo gjë, por më kujtoj pak atë kohë. Rrezik reale, rrezik për mënyrën se si jeton, rrezik real për jetën. Shpata, çfarë simbolizon shpata? Lumturi apo jo? Jo. Vdekje, dhimbje. E do të vinë momentet e tilla. Nuk e lë pa përmendur dhe vdekjen. Interesante na përmend dhe jetën aty, por është jetë bollëku të falet në këmbim të diçkaje. Kur thot fjalën jetë aty, thot që të jepet jetë në këmbim të diçkaje. E di ç'do të thot? Kur ti shet ke aftësinë dhe mundësinë për të shitur të vërtetën për hatër të diçkaje. Engjëjt thot, e ka fjalën për demonët, se nuk mundet që engjëjt e Perëndis të çojnë larg Zotit. Pushtetet fizike, qeveria, do vi momenti që do ta nxjë jetën. Nëse nuk ta ka nxjerr, do të vi momenti që do ta nxjini jetën. Edhe për besimin. Gjërat e tashme, gjërat që vijnë, fuqi, lartësi, thellësi, apo në një tjetër krijesë. Këto janë sfida që do të përballesh herët apo vonë. Prandaj si besimtar, përgatitu, thot Bibla, se do të kalosh përmes tyre. Këto janë premtime. Mbani mend Gjonin 16:33, kur Jezusi tha, kështu do të përballeni. Interesante është tek vargu 36 na përmend një psalm aty, është Psalmi 44:22, kur thot, për shkakun tënd, thot autori, i thot Zotit, për shkakun tënd, po çohemi në vdekje, tër ditën u llogaritëm si dele për therrje. Në fakt, për shkakun tënd jepet arsyeja e gjithë persekutimi, për shkak të drejtësisë, për shkak të besimit në Zotin. E di si është puna, kjo është punë shumë e thjeshtë. Kur ti beson në Zotin dhe të duhet të gënjesh tek puna dhe të thotë shefi, bëhe këtë gjë dhe ti e di që kjo gjë nuk është e drejtë, çfarë do të bësh? A do ta bësh të padrejtën, a do të shesësh Perëndin? Kjo është të shesësh Zotin për atë dokument, për atë firmë, për atë gjë që nuk është e drejtë. Po thua ti nuk jam, unë jam thjesht ushtar. Jo, ti je përgjegjës përpara Perëndis. Po çfarë të bëj? Ti e di çfarë duhet bërë, pavarësisht se nuk e forcë që ta bësh, sepse po e bëre do të heqin nesër nga puna. E po a je gati të marrësh këtë sfidë për hatër të besimit? Kjo është të qëndrosh në të vërtetën. Po çohemi në vdekje, thot, për shkakun tënd, autori thot po çohemi, dhe fjala po çohemi është në të vazhdueshmen, nuk mbaron ndonjëherë, do të jesh gjithmonë në këtë udhëtim. Me fakt ngrihet një pyetje shumë interesante si rezultati i këtyre sfidave. Kush nga këto gjëra, por dhe të tjera, mund të jetë kundër të zgjedhurve, që mund t'ja dalë, të fitojë këtë listë që ne pam? Dhe pyetja e parë është, kush mund të jetë kundër të zgjedhurve? A mundet këto gjëra që ta thyejnë një besimtar të zgjedhur përpara Perëndis? Bibla thot, jo. Pse? Sepse ti je i fortë? Jo. Sepse ai i fortë të mban. Perëndia me mua. Perëndia është me mua. Nëse Zoti është me mua, a mundet sfida të jetë më e madhe se mua? Nëse pamundur për sfidën të mund ty, ti do kesh problem, patjetër, nuk do ta kesh të lehtë, por sfida nuk ka për të rrëzuar. Kush do të akuzojë të zgjedhurit? Pikpyetjet e brendshme që mund të vinë, situata, njerëzit, sfidat, nëse ke bindjen që Perëndia është me ty, nuk ka mundësi që të akuzojë kush dhe të qëndrojë. Kush ai që dënon, thot fjala e Zotit? Njeriu mund të marrë jetën, thot Jezusi, por s'mund të marrë shpirtin. Ki dëgjuar të shprehjen shqiptare të marrë shpirtin, zgabim. Nuk të merr dot kush shpirtin, vetëm Zoti të merr shpirtin. Mund të marrë jetën, po, por jo shpirtin. Perëndia është me ty, dhe nëse Zoti është me ty, kush do të jetë kundër teje? Jo se nuk do të kesh kundër, por kush do të jetë aq e madhe sa të marrë, të rrëmbejë nga dashuria e tij? Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Është kush i katër, pyetja e katër. A mundet këto gjëra të bëjnë blokadë për dashurinë e Krishtit për ty? Vini re, bara është tek Zoti, jo tek ti. Nuk po thotë që ti mund të qëndrosh, por që ai do të mbajë dashuria e Krishtit për ty, jo dashuria jote për Krishtin. Ka një diferencë shumë të madhe,
Imagjinoni pa kur ke një fëmijë të vogël dhe ti e prind, dhe fëmija është 2-3 vjeç, dhe ti po kalon rrugën, dhe ti i kap dorën fëmijës, apo jo? Tani, më fal pak, a e mban ti fëmijën, apo fëmija të mban ty? E mban ti fëmijën. Madje kap sa mundesh në një vend që edhe po të doj ta lëshoj fëmija, nuk do t'i ikë dot. Dhe Zoti nuk është një plak i vjetër që nuk e mbajta dot dhe ma kafshovi qeni i keq, besën, siç ndodhi në Vlorë. Zoti është mjaft i fuqishëm sa që askush nuk mund të ndajë nga dora e tij. Është mbi të bara, ai të kap dorën, fort ai të mban, dhe këtë do të thotë ky pasazh që ata që besojnë në Krishtin, pavarësisht sfidave, pavarësisht mundimeve, pavarësisht se o të thonë Zota, vërtet je ti në këto çaste me mua, kaq të vështira, fort ai më mban. Është një analogji shumë e bukur e një personi që po ecte buzë detit dhe lien ato gjurmët në rër. Keni parasysh kur ecën në det, anësh detit, buzë në rër dhe mbeten ato gjurmë, dhe ishte analogjia një personi që ecte me Zotin dhe ishin 2 palë gjurmë, gjurmët e personit dhe gjurmët e Zotit. Dhe ishte një moment shumë të vështirë që autori, personi, pa vetëm gjurmë, një palë gjurmë, e tha Zot, përse më ke braktisur? Ku je? Edhe Zoti thotë, ato gjurmë që ti shef janë gjurmët e mia, sepse po të mbaj në krah. Është e njëjta gjë me Perëndin realisht në këtë gjë, sepse bara është mbi të, përgjegjësia është e prindit për të mbajtur fort për dorë fëmijën e vet. Ky është ngushëllimi i madh për besimtarin. Nga dashuria e Perëndis në Krishtin Jezus, askush dhe asgjë nuk mund të të rrëmbejë nga dora e tij. Jezusi thot, askush nuk do të rrëmbejë nga dora e Atit. E kush mundet t'ja rrëmbejë Perëndis gjën më të shtrenjtë që ai ka? Po pse duhet, tani të kalojmë pak tek një pjesë që na dhem shumë, po pse duhet që një besimtar të kalojë sfida kaq të mëdha? Po pse o Zot, kaq sfida të mëdha po kaloj unë? Ai ka ndodhur ndonjëherë të bëri një pyetje të tillë? Po flasim për besimtarët tani. Këndvështrimi që na e Bibla. Përgjigjja është shumë e thjeshtë, na ndodhet te ky kapitull, pavarësisht se ne na pëlqen apo jo, që të na bëj të ngjashëm me Krishtin. Gjithë qëllimi i Zotit, keni parasysh atë poçarin që folëm pakës në fillim? Zoti e merr të balt dhe i jep formën që ai dëshiron. Ose si një gurr që Zoti, që është një skulptor i mrekullueshëm, merr daltën dhe fillon për ta goditur, për t'i dhënë formën që ai dëshiron. Dhe ajo dalt të dhembë ndonjëherë. Imagjino kur të këput ndonjë copë të madhe nga vetja jote. Nuk është e lehtë, por Zoti di ç'bën. Është mjeshtri që do përdor edhe daltën, edhe farkëtimin, edhe gjërat e vështira në jetën tënde për të bërë të ngjashëm me Krishtin. Zoti fort të mban. Askush prej nesh nuk nuk ka imunitet kafshi vështirësive. Por dëgjojeni mirë. Bibla na tregon që besimtari e di që çdo vështirësi dhe problem që kalon është që Zoti e ka lejuar që të na bëjë të ngjashëm me Krishtin. Edhe o të dhembë dhe o të dhemë shumë ndonjëherë. Dhe aty kemi nevojë të njohim Perëndin, të ngjasojmë Krishtit. Sfida do të na mbajnë ndonjëherë situata të vështira, do të na bëjnë jo me zi që të shkojmë në qiell, por që të bëjmë me ngjashëm në Krishtin. Vini re, ka një fjalë shumë interesante te vargu 37. Ne stërfitojmë, thot, në të gjitha këto gjëra. Ço do të stërfitojmë? Do të thotë që, hey, përfitimi i këtyre sfidave është shumë i madh. Po si përfitimi shumë i madh? Sepse në karakter ti do të bëhesh i ngjashëm me Krishtin. Zoti do të përdorë këtë sfida për të bërë ty si besimtar të ngjashëm me Krishtin. Prandaj dhe Zoti lejon, sfidat janë mjeti që Zoti do të lejojë për të farkëtuar dhe për të dhënë ty formën e Krishtit. Sfidat mos i shiko të izoluara në vetvete, thot Bibla. Sikur të mos kenë lidhje me asgjë, nuk duhet të shihen thjesht si fat i keq. O, sa fat të keq pata, nuk ka fat të keq.
për një besimtar tek Perëndia. Ato sfida që shihen të izoluara në vetvete, po boç me gjeti mua, ky është problemi im. Këto sfida kanë për të shkatruar, do të dëmtojnë, do të bëjnë të lodhur, të drobitur, dhe të gjitha këto pas një kuptim dhe ti mbyllesh në vetvete i dërmuar. Kur je besimtar, ti nuk i shikon sfidat të izoluara, të dhembin dhe të dhembin shumë, por nuk i shikon të izoluara. Ti i shef ato në dritën e Perëndisë. Kur ti e ke të qartë ndërhyrjen, përfshirjen e qiellit në jetën tënde, atëherë do t'i shikosh si mjete që Zoti po lejon për të bërë të ngjashëm me Krishtin. Do të dhembin shumë, por ti do thuash, ja vleti në fund fare. Sepse asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria që Krishti ka për ty. Këto janë mjeti i forcimit dhe i demonstrimit të dashurisë së tij për ty. Po si ta aplikoj këtë në jetën time? Pjesa e fundit, ç'do të thotë? Në fakt kisha një pyetje për secilin prej nesh. Cilat janë sfidat që je duke kaluar aktualisht? A mendon se janë thjesht fat i keq? Jo, Zoti ka lejuar. Apo i mendon ato në këndvështrimin që na jep Bibla, shkrimi, që janë mjeti që Zoti lejon? Vetëm atëherë ke për t'i thënë Zotit, Zot, më dhem shumë, por falenderit sepse e di që ti do bësh më të mirën. Dhe kjo është sfida e madhe. Çfarë po mëson përmes këtyre sfidave? A thjesht kërkon të dalësh nga sfida dhe kaq se u plasa? Apo thua, Zot, çfarë po më mëson në karakterin tim? Si po të njoh ty përmes këtyre sfidave? Cila sfidë mund të rrëmbej nga dashuria e Krishtit? Askush për tyre, sepse ai fort të mban. Dhe për ty që ende nuk je besimtar, kjo është një mundësi fantastike për të kuptuar që nuk ka asnjë gjë rastësisht. Ekziston 0 shanse për një rastësi. Gjithçka është e orkestruar, e dizenjuar, më së miri prej Perëndisë. Zoti në dashurinë e tij të solli në jetë përmes familjes që ai të solli, përmes prindërve që ai të solli. Zoti të dha jetën që ti ke, sepse ai të do. Dhe dashuria e tij është e madhe, po nga e dim që na do, për shkak se dha Krishtin. Perëndia ka shumë të deshë sa që bëri kurban birin e tij për ty. Dhe mos anashkalo ofertën e Perëndisë. Merre, rroke, bëje tënden, duaje, dhe do të kuptosh pastaj që Zoti ai që nis një punë të mirë, ai do ta përfundojë deri në fund. Dhe do të vi momenti që ta shofësh Zotin ballë për ballë, jo si gjykatës, por si shpëtimtarin tënd. Dhe sytë e ty do të shohin atë që shpirti yt dëshiroi gjatë gjithë ditëve të jetës sate. Prandaj mos e kalo këtë javë, thjesht hiku dhe një javë. Më çudit shpesh shpreha, si je, hajde më e shtym, sikur ti kemi kohët, minutat, sekondet e tepërta. Janë dhuratë nga Perëndia. Çdo sekondë, çdo çast, çdo moment jetës tënde është një dhuratë nga Perëndia. Edhe ato që janë të vështira janë një dhuratë nga Perëndia për të na bërë të ngjashëm me Krishtin. Le të lutemi së bashku. Perëndi dashur, fjala jote është ushqim për shpirtin, për qenien, për jetën. Dhe na mëso Zot që do ta vlerësojmë, do ta duam, do ta rrokim fjalën tënde. Na mëso Zot që të kemi etje për të njohur ty. Zot, natyrshëm ne nuk të duam. Natyrshëm ne duam vetëm gjërat e tua. Nuk na intereson natyrshëm se kush je ti. Edhe thjesht shpesh e kalojmë duke thënë mos se Zoti një Zot është dhe kaq. Dhe neglizhojmë se kush je ti, personin më të afërt, më të dashur, atë që na dha jetë, atë që na dha shpirtin, atë që na dha çdo gjë. Na mëso Zot që do të njohim dhe të kuptojmë se cili është arsyeja dhe kuptimi i jetës sonë, duke besuar dhe duke të njohur ty. Në emrin e Krishtit unë lutem. Amen.